Epizodi i 9 i sezonit 6 të podcastit Flasim. Fillojmë si gjithmonë me shënimet e javës. Nuk mund t'i nisja asesi këto shënime pa një urim paraprakisht për një ditë shumë të veçantë, 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas dhe ditën e shënuar të nënave, motrave, vajzave tona. Është gjithmonë një ditë e rëndësishme edhe për të shprehur mirënjohjen dhe respektin me të gjithë dashurinë e merituar për gratë dhe vajzat që kemi rreth nesh, por edhe për rolin e jashtëzakonshëm dhe të pazëvendësueshëm të tyre, jo vetëm në familje, po në shoqëri dhe në jetën e vendit. Përfshirë edhe jetën politike dhe vendimarrjen. Dhe jam shumë krenar të them se sot kemi gjithnjë më shumë gra që udhëheqin, që drejtojnë, ndërtojnë, krijojnë dhe kontribojnë drejt për drejt në zhvillimin e vendit tonë. Ato janë në parlament, ato janë në qeveri, ato janë në të gjithë zinxhirin e institucioneve, ato janë në sipërmarrje, ato janë në shkolla, në universitete, ato janë në teatro, në hapësirat e jetës artistike, ato janë në sport, ato janë kudo. Kudo një vlerë e shtuar, kudo një forcë e pazëvendësueshme. Dhe nuk mjafton të shohësh realitetin sot në vendit për kuptuar se energjia dhe roli i grave në jetën publike dhe shoqërore që ka qenë një rol i adresuar, i mbështetur, i promovuar në mënyrë të posaçme në këtë dekadë të qeverisjes son, ka pasur një impakt të jashtëzakonshëm. Ndaj nuk më mbetet veç se të uroj nga zemra jo vetëm gëzuar 8 marsin për të gjitha gratë, për të gjitha nënat, motrat, gjyshet, vajzat shqiptare, jo vetëm t'i falenderoj për gjithçka bëjnë, por edhe të uroj me gjithë zemër që pjesëmarrja e tyre të rritet, angazhimi i tyre të rritet dhe çfarë ato i sjellin Shqipërisë të jetë edhe më shumë fal rritjes së pjesëmarrjes dhe të angazhimit të tyre. Një moment i rëndësishëm i kësaj jave ishte edhe pjesëmarrja e Shqipërisë në panairin më të madh ndërkombëtar të turizmit në botë, ai i Berlinit, i cili këtë vit shënoi edhe 60 vjetorin e tij. Nëse ju kujtohet, vjet Shqipëria u ftua në Berlin si vendi i cili u vu në piedestal. Çdo vit ka një vend që vihet në piedestal dhe që në një farë mënyre është bashkë mikpritësi i panairit. Këtë vit, nga data 3 deri në 5 mars, Shqipëria u riprezentua në atë panair si destinacioni autentik mesdhetar përmes konceptit Albania All Senses, duke sjell një panoramë të pasuruar të asaj që ishte prezantimi ynë i parë në atë panair. Natyrë e jashtëzakonshme, histori unike, përvoja autentike, trashëgimi kulturore, në një vend që po rritet si aktor në industrinë e turizmit me ritme të shpejta. Me mbi 100.000 pjesëmarrës nga rreth 190 vendet botës, panairi i Berlinit mbetet një nga skenat më të rëndësishme globale të turizmit dhe fakti që Shqipëria jo vetëm hyri
në atë panajër, por edhe vazhdoi të tërheq këtë vit shumë interesim, është një mesazh i qartë se sezoni që po vjen do të jetë një sezon ende më i suksesshëm. Dhe pavarësisht të gjitha përpjekjeve të një tufe ditëzinjë dhe punëzinjë, siç thoshte dhe siç nuk i bie fjalë në tokë avokat ngjelës, numrat rekord të Shqipërisë do të konsolidohen. Sigurisht që si të gjithë edhe ne jemi të prekur në sensin fatmirësisht jo fizik, por patjetër politikisht, shpirtërisht, njerëzisht, nga zhvillimi i fundit në lindjen e mesme dhe nga përshkallëzimi i situatës sigurisë në një rajon ku kemi miq të jashtëzakonshëm dhe ku me krenari jemi një nga vendet e pakta që kemi një miqësi të fortë njëkohësisht me Izraelin dhe me vendet e Gjirit Persik, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katarin, Kuvajtin, Bahreinin, të cilat kanë qenë në rrezen e agresionit të killrave të Teheranit. Situata mbetet e ndërlikuar, vështirë të parashihet fundi i një ofensive të nisur me plot të drejtë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në aleancë të ngushtë me Izraelin për të ndaluar një herë mirë mundësinë që regjimi obskurantist i Republikës Komeniste të Iranit të prodhoj bombën atomike. Në këtë moment, sigurisht edhe për ne, si për shumë vende tjera, prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptarë që ndodhen në ato vende, përfaqësitë tona diplomatike dhe konsullare në rajon janë në kontakt të vazhdueshëm qoftë me ne, qoftë me autoritetet vendase, po bëjnë gjithçka për ta monitoruar situatën, për të informuar dhe për të asistuar, ndërkohë që çështja kyç e fluturimeve mbetet një sfidë për të gjithë. Kjo është një situatë që kërkon qetësi, kujdes, informim vazhdueshëm nga burimet zyrtare, ndërkohë që ne jemi solidar me të gjitha vendet e prekura, përfshi pa diskutim edhe Qipron, një vend mik, i cili po ashtu u godit, edhe Greqin në shenjë të fortë solidariteti për çka ndodh në Qipro, po njëkohësisht edhe Turqin në të njëjtën kohë, që po ashtu u tentua të goditej nga një raket e neutralizuar menjëherë nga forcat e NATO-s. Për sa i takon Shqipërisë, ka pasur lloj-lloj thashëthemer dhe spekulimesh dhe interesante është që ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri të keqen më të madhe ne kemi brenda dhe burimin më të madh të dizinformimit, të gënjeshtrave, të deformimit të informacionit, ne ndryshe nga tjerët nuk kemi pse e kërkojmë gjetk, sepse e kemi këtu. Dhe nga këtu është prodhuar në mënyrën më kriminale dhe të papërgjeshme edhe një seri lajmesh për gjoja mundësinë e sulmit mbi Shqipërinë, por ju kujtoj të gjithëve që Shqipëria është antare e NATO-s dhe si kundër NATO e demonstroi qartësisht në Turqi ku goditi menjëherë një raket
të ardhur nga Irani, gjë të cilën pastaj e nënvizoi bukur mirë edhe generali amerikan i komandës së NATO-s, qartësisht kjo shpejtësi reagimi dhe ky kapacitet reagimi vlen për të gjitha vendet anëtare të NATO-s, me gjithë keqardhjen për të keqen që me siguri nuk e ka pak problem nëse do t'jepi mundësia ta provonte edhe ndonjë sulm mbi Shqipërinë, vetëm e vetëm për të ushqyer shpresën e kocë, siç thonë tironësit ondrën në beze, se do të përmbyset i ashtu quajturi regjimi i Edi Ramës. Pas vendimit që morëm në dhjetor të vitit kaluar, ose më saktë që zyrtarizuam, sikundër e kishim premtuar në fushatën tonë elektorale për të arritur pagën minimale nga 40.000 në 50.000 lekë, kemi ndërmarrë menjëherë dhe hapin tjetër të premtuar për të lehtësuar ndikimin e kësaj rritje mbi sipërmarrjet, duke marrë përsipër të paguajmë të gjithë koston e shtuar të sigurimeve për punonjësit për një periudhë 9 mujore. Dhe kjo gjë është zhvullosur në mbledhjen e fundit të qeverisë, ku është miratuar kompensimi financiar i kontributeve shoqërore dhe shëndetësore për punëdhënësit për periudhën janar-shtator 2026. Pra, shteti do të mbulojë 16.7% të kontributeve mbi diferencën e pagës për çdo punonjës që më parë paguhej në fashën 40.000 deri në 49.999 lekë. Kjo do të thotë se bizneset nuk do të përballen me asnjë kosto shtesë për kontributet, ndërkohë që punonjësit do të marrin një pagë më të lartë, e cila siç e kemi parathënë si pagë minimale, synojmë që të rritet më tej dhe të bëhet domethënëse në fund të mandatit tonë. Qëllimi është i qartë, ruajtja e stabilitetit ekonomik, mbrojtja e vendeve të punës, parandalimi i çdo tentative për informalitet mbi normën, ndërkohë që luftojmë me normën, dhe një kompensim si një shprehje konkrete e respektit e mbështetjes për biznesin, duke vendosur patjetër të parin punojësin. Mbas një më thonjza presionesh nga miq besimtar, praktikant, adhurues të Islamit, vendosa të bëj një përmbledhje të reflektimeve të mia në zinxhirin e iftarëve të shtruar në funksion e kryeministrit, së bashku me Arlinda Dudajn pëm një libër, ishte gati për panairin e librit, por unë nuk dëshirova që të shfaqen panair dhe të krijonte sado pak ose sado shumë, aq më keq, hije mbi të tjerët për shkak të emrit, pozicionit, të zhurmës natyrshme që do të ngjallej. Dhe për i të vërtetës e kam pasur gjatë gjithë kohës një lloj ndërrojtje në raport me promovimin e librit, të cilin përsëri e organizuan miqt. Libri titullohet Në sofrën e hënës. Është, si thuash, përmbledhja e një përvoje që unë kam pasur fatin ta kem për shkak të funksionit. Pasi vit pas viti kam shtruar iftarin e kryeministrit së bashku me Lindën, dhe në këtë proces kam kuptuar dhe kam shijuar faktin se sofra e iftarit nuk është thjesht
momenti atyre që agjërojnë, por është një moment i bukur takimi rreth tryezës, i njerëzve që mund vinë nga rrugë dhe botkuptime të ndryshme, dhe pikërisht në atë pikë takim që nuk i ngjan as fare tryezave ku shqiptarët mblidhen rregullisht si konsumator të paepur në restorante, sidomos në fundjava, por ka specifikën e një vetëpërmbajtje, ka specifikën e një riti që të jep të kuptosh se agjërimi, se vetë Ramazani është përtej gjithë kalendarit dhe gjithë atyre parimeve që ndjekin ata që agjërojnë si besimtarë të devotshëm, një ushtrim urtësie, është një edukat sociale, është një mësim i bukur njerëzillëku. Dhe pikërisht për gjitha këto arsye, mu duke udhës që ta ndjek këdhimisht këshillën dhe pastaj t'i dorëzohen presionit të miqve, duke ju siguruar që eksperienca e iftarëve ka qenë shumë pasuruese për mua, edhe për një arsye tjetër, sepse më kanë shtyrë të njoh nga më afër një kulturë, një traditë, një mënyrë të parit të botës që vjen nga libri i madh i shenjtë i Islamit. Dhe nga ana tjetër të mësoj më shumë për Islamin shqiptar, për historinë e komunitetit musliman në Shqipëri dhe patjetër që të lehtësoj veten edhe nga paragjykime që pavarësisht se gjithmonë kam menduar që nuk mund të më influencojnë, gjithsesi diku kanë qenë të fjetura siç janë në mendjen e çdo shqiptari dhe të shoqëruara me ato stereotipet që pastaj ushqehen dhe nga gjithë farë lloj ignorantësh dhe njerëzish të ligj që luajnë me cingla me librat e shenjtë. Sot